Përse thua që Zoti e krijoi njeriun si krijesën më të bukur përderisa njeriu vret dhe bën zullum dhe padrejtësi dhe shkatron racën e vet njerëzore. Ka xhenem, prandaj ka xhenem. Ai që tha e krijoi njeriu në formën më të bukur tha, çfarë tha më njëherë mbas saj? Thumma radadnahu asfala safilin. Tha e krijova njeriu në formën më të bukur, pastaj ai ra në shkallën më të ulët. Ma nuk është faji i Zotit kjo e dyta, është faji i robit, faji i njeriu. Se ka fajin Zotit, ka faji i njeriu. Zoti e ka bërë veten shumë mirë. Dhe njeriu si njeriu që e ul veten e tij, siç ka thënë Allahu në Kur'an, inhum kal an'ami bal hum adall. Si kafshët, madje më keq se sa kafshët. Pa shkon njeriu me paullësitë e tij deri në shkallën e kafshëve, vallai nganjëherë kafshët është për t'i puth mball, krahasim me atë që bëjnë disa njerëz, pasha Zotin që s'ka Zot tjetër veç tij. Kështu që nuk është faji i Zotit ky mohabet.